Ky sistem zgjedhor është sistem toksik për partitë politike, për pluralizmin në parlament, për demokracinë shqiptare. Të gjitha gjërat që janë bërë janë arnime. Ky sistem nuk riparohet dot më. Ky lloj hibridi që kemi ne sot, ky duhet ikë. Koalicioni parazgjedhor me listë hapur, që është model shumë i njohur, në vitin 2003 është marrë nga Italia si model, tek ne ka funksionuar. Jepte mundësinë e rotacionit politik. Ishte mekanizmi që zbuste mundësinë për partitë politike të vogla për të bërë pjesë e garës politike me votën e tyre. Dhe nuk e kuptoj as nxitimin, as arsyen pse kryeministri i Shqipërisë duhet deklaronte dy ditë më pas të dilte një ligj me 88 nene për referendumet. Por dhe këtë mund ta bëjmë nëse do të ketë një dakordsi politike. E dyta, ne duhet ta trajtojmë reformën në tërësi. Nga ana jon ka pasur një propozim të bërë publik që të rishikohet edhe numri i deputetëve. Kjo është çështje politike. Pra, ne si Parti Socialiste kemi hedhur një dëshirë, një ide që përputhet, mendojmë ne, më mirë për progresin e vendit dhe stadit ku Shqipëria qoftë me lëvizje demografike, dhe patjetër nëse do të ketë dëshirë dhe nga ana juaj, ne këto çështje mund t'i përmbledhim bashkë, pra ndryshimin e kushtetuesës për sa i përket sistemit zgjedhor, por njëkohësisht edhe rishikimin e numrit mandateve të kuvendit.